Në fundjavë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmoi rezultatet përfundimtare, të cilat i siguruan lëvizjes së vendendosje aktualisht në pushtet një epërsi me 42.30% të votave. Megjithatë, kjo lëvizje ka deponuar 3 ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ata kërkojnë nga ky organ t'i anullojnë 18.939 vota që i quajnë të kontaminuar e që të ketë rivotim në procesin e votimit me post, raporton Ekonomia Online. Atëherë, sot bashkë me sekretarin organizativ lëvizjes vendosje, dorëzuam ankesë kundër vendimit të KQZ-s për shpalljen e rezultateve përfundimtare me pretendimet tona lidhur me votimin me post për shkak manipulimeve dhe keqpërdorimeve të shumta të anëtarëve të LDK-s dhe njerëz të angazhuar LDK-s lidhur me votimin me post, që këto votime kanë pas një adresë të vetme, adresa ka qenë LDK dhe ekzistoi votimi ka ndodhur në formë të manipuluar, në formë të organizuar, masivisht dhe kolektivisht nga persona të njëjtë, me kimik të njëjtë, me ngjyrë të njëjtë dhe me duar të njëjta. Pra, ka qenë një formë organizuar e njerëzve caktuar të LDK-s dhe të angazhuar nga LDK, ku kanë votuar masivisht për lidhjen demokratike të Kosovës. Po ashtu që nga faza e regjistrimit, pra të votuesve, ku shumë votues janë regjistruar vetëm me një numër telefoni, por me qindra votues janë regjistruar me një numër telefoni, deri te plotësimi i fletvotimeve, dërgimi i tyre ka qenë komplet manipulim, organizim kriminal i njerëzve të lidhur me LDK-n dhe të angazhuar nga LDK komplet nga struktura e LDK-s. Ndërkohë, certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve në Kosovë do të bëhet vetëm pasi të përfundojë procedurat e lidhur me ankesat që i parashtrojnë subjektet politike garuese në zgjedhje në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.